Faleminderit për respektin. Drejtoria e Shëndetësisë në komunën e Prizreni duke parë se gjendja e ambulancës në Skorobisht pati dëmtime serioze, urgjentisht kanë bërë renovimin e tërësishëm për të ofruar shërbim 5 ditë në javë. Në këtë pororim sot ishte kryetari i komunës Shaqir Totaj, nën kryetari Kujtim Gashi, drejtori i Shëndetësisë profesor doktor Simir Krasniqi, drejtori i QKMF-s doktor Fadil Bajraktari, e në këtë pororim nuk mungoi as deputetja Duda Balje, e cila tregon kujdes të përhershëm për gruan e vendeve rurale. Me këtë rast, kryetari Totaj tha se këtu është bërë renovimi plot i kësaj ambulance, sepse këtu ka 1500 banor dhe padyshim se këta ka nevojë për të pasur edhe mbikëqyrje mjekësore, edhe shëndeti është element më i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për secilin njeri dhe pastaj vazhdoi. Po shëndeti gjithmonë është prioriteti ynë. Edhe dje e pam një event shumë të organizuar mirë nga ana e drejtorisë, edhe nga ana e drejtorit QKMF-s, kurse sot jemi këtu në fshatin Skorobisht, sepse e dim që janë afër 1500 banor, edhe dim që ata i kanë nevojat e veta shëndetësore, po gjithashtu edhe duke ju falemndëruar bashkëpunimit shumë të mirë që kemi me komunitetin bosnjak, edhe me gjithë përfaqësuesit e tyre, qoftë nivel nacional si me zonën deputetën Duda, qoftë nivel lokal me gjithë përfaqësues tjerë. Ne kemi edhe obligim ligjor, po edhe obligim moral që me dhon kontributin ton maksimal, sidomos për shëndetësi. E kemi renovu komplet ambulantën e mjekësisë familjare, AMF, edhe janë kriju kushte më të mira për punë, edhe njëkohësisht këto kushte mundësojnë dhënien e shërbimeve më kvalitative për momentin 2 herë në javë, po në momentin kur ka nevojë, edhe kur krijohen kushtet, mjeku mund të vjen edhe më shpesh, edhe gjithë kjo rikonfirmon përkushtimin ton që për drejtorinë e shëndetësisë, edhe në përgjithësi për nevojat shëndetësore të gjithë atyre që jetojnë në territorin e komunës, të japim maksimumin ton, edhe këtu nuk ka dilema, kjo është një trend i ngritjes vazhdoshme, edhe shërbimet edhe kujdesi i ynë ndaj pacientëve, veç sa do të vjen edhe të rritet edhe të përmirësohet. Arsyeja kryesore është mirëmbajtja e shëndetit, sepse një person i smut kushtimisht me thonë e ka një dëshirë me u shëru, ai i shnoshi masena i ka 100 dëshira tjera, edhe asnjë punë tjetër nuk mund të vjen shprehje, po që se njëri nuk është i shëndetshëm. Shëndeti individual, po sidomos shëndeti publik, është parakusht themelor për të vazhduar me çdo aktivitet tjetër, qoftë biznesi, qoftë arsimi, qoftë sporti, qoftë kultura. Pa shëndet nuk ka lëvizje nga pozicioni aktual. Prandaj nuk kemi dilema rreth domosdoshmërisë së dhënies kontributit maksimal për shëndet. Drejtori i Shëndetësisë, profesor doktor Simir Krasniqi, pohoi se duke parë përvojën e këtyre dhe nevojën e banorëve, kemi intervenuar dhe kemi renovuar në tërësi këtë ambulancë. Ka qenë kërkesë e banorëve, kjo AMF pra nuk ka qenë në gjendje të mirë pra që të ofrojë shërbime shëndetësore, kurse tash shihen kushtet se si është rinovuar në tërësi, edhe do të rritet cilësia e shërbimeve, që këto shërbime do të jenë sa më kualitative dhe sa më të mira për pacientët e këtij komuniteti pra këtu të fshatit Skorobisht. Mjeku pra punon 2 herë në javë, kurse infermieri është gjatë gjithë javës pra që punon në këtë AMF pra në ambulancën e mjekësisë familjare. Deputetja komunitetit bosnjak Duda Balje tha se dua të falenderoj kryetarin Totaj dhe drejtorin Krasniqi, që pas bisedave dhe nevojave që kanë bërë këta banor, është bërë renovimi. Po, në kontakte fundit me banore fshatrit Skorobisht, do më thonë, nis prioritetet ka qenë me renovu këtë objekti, sepse ka qenë vërtet shumë e vjetër, edhe Skorobisht nuk është qaq është pak më larg prej qytetit, edhe banorët këtu, shumë banorët ka, do më thonë, me mosh. Jam faleminderuese shumë edhe po du me uru secilit qytetar, do më thonë fshatrit Skorobisht për këtë objekti e bukur, do më thonë këtu ka me pas edhe mjek, ka me pas edhe inferier, edhe për, do më thonë si hapin e par, ata kanë adresa e par këtu, mase ne për najsen ma e rëndësishëm shkon edhe në qytet. Na bashkë me kryetarin edhe me drejtorin e krejt kena me provu me
donatorët që janë këtu do më thonë me plotësu me kretë pajisjat që janë nevojshme këtu, sidomos për gratë, po du me shfrytzu edhe muin tetor, do më thonë me jap një mesazh se kretë grave, do më thonë se është shëndeti edhe për neve, do më thonë shëndeti e një gruas është praktikisht e baza edhe shtëpisë, edhe familjes, edhe shtetit. Duhet me kujdes për vetin edhe gratë frati Skorobisht shumë shpejt ka me pas mundësi me bën këtë hapin e parë edhe këtu në këtë objekt. Drejtori QKMF-s Dr. Fadil Bajraktari pohoi se tashmë këtu do të ketë kujdes të shtuar për këta banor, sepse kemi siguruar mjek 2 herë në javë e kujdes shëndetësor do të ketë gjatë gjithë javës. Po unë du t'i bind banorët e Skorobishtit sepse tash ambientet janë shumë të mira dhe të rregulluara, bile mund të them që janë të njëjta me ato të qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Do thotë kemi ambiente komod, kemi edhe pajisjet e nevojshme që i duhen një ambulantë të mjekësisë familjare, edhe mjekun e kemi 2 herë në javë dhe infermierin e kemi 5 ditë që do të jetë i rregullt, kështu që non-stop do të kemi mjek. Edhe këto kushte që janë, ne do të vazhdojmë ti përkrahim këta banorë, sepse është edhe largësia në pyetje, edhe besoj që do të kenë asnjëherë nuk do të ndihet mungesa e mjekut apo dora e mjekut këtu. Edhe banorët e Skorobishtit ishin shumë falendërues për angazhimin që është bërë me renovimin e tërësishëm të ambulancës së fshatit të tyre.